Brenda shtëpisë së Big Brother, tensioni rritet kur ndodh një incident i rëndësishëm. Limi i jep një goditje Klodit. Situata bëhet menjëherë serioze, sepse të gjithë banorët e tjerë ndjejnë energjinë e tensionuar dhe reagimet nuk vonojnë. Klodi duket i tronditur dhe i përzier nga veprimi, ndërsa Limi qëndron i habitur dhe pak i frustruar nga situata që ka krijuar. Por ngjarja merr një kthes edhe më dramatike kur produksioni vendos të fshijë provat dhe të mos transmetojë incidentin siç ndodhi realisht. Pamjet e kamerave nuk shfaqin të gjithë të dhënat dhe duket se disa pjesë të rëndësishme janë manipuluar ose zhdukur. Kjo veprim i bën shikuesit të ndihen të irrituar dhe të tronditur, sepse ata nuk mund të shohin të vërtetën e plotë dhe ndihen të mashtruar. Reagimi i publikut është i menjëhershëm. Shikuesit fillojnë të acarohen, të ndihen të inatosur dhe të shqetësuar nga mënyra se si produksioni po menaxhon situatën. Disa e shohin këtë si një padrejtësi të hapur ndaj Klodit, duke menduar se ai nuk po mbrohet siç duhet dhe se Limi po shmang përgjegjësinë. Tensioni dhe zemërimi i publikut rrit dramatizmin e ngjarjes dhe e bën atë një nga momentet më diskutueshme të ditës. Banorët e tjerë brenda shtëpisë ndjejnë tensionin dhe acarimin që shfaqet për shkak të fshehjes së provave. Disa mbeten të shtangur, duke parë situatën të komplikuar dhe të pasigurt, ndërsa të tjerët përpiqen të interpretojnë pse produksioni vepron kështu dhe çfarë qëllimesh mund të ketë. Energjia brenda shtëpisë bëhet e ngarkuar, sepse çdo lëvizje, fjalë ose heshtje merr peshë dhe rëndësi të madhe. Ngjarja dhe mënyra se si produksioni e menaxhon situatën krijojnë një kombinim të fuqishëm dramatik dhe emocional, duke shtuar mister dhe debat midis banorëve dhe shikuesve. Tensioni dhe emocioni janë të dukshëm në çdo veprim, në çdo shikim dhe në çdo reagim të banorëve, duke e bërë momentin të ndjeshëm dhe të diskutueshëm. Ky episod shfaqet si një nga momentet më të tensionuara dhe më të debatuar. Atë ditës, ku veprimet e Limës, reagimi i Klodit dhe mënyra e prodhimit për të fshirë provat ndërthuren për të krijuar një histori dramatike. Publiku mbetet i acaruar dhe intriguar, duke pritur të shohin se si do të zhvillohet më tej situata dhe cili do të jetë ndikimi i saj mbi marrëdhëniet brenda shtëpisë dhe mbi opinionin publik.